Ky është një inspektim i paplanifikuar, i jashtëzakonshëm, me qëllim të verifikimit të uzurpimit të pronave publike, në kuadër të një vendimit të ministrit që kemë për racionalizim të shpenzimeve dhe ekonomizim të hapësirave publike, për arsye se kemë shumë raste kur nga institucionet publike po shfrytëzohen ende objekte private, ndërsa në vazhgën e sajna jemi duke inspektuar edhe shfrytëzimin e pronave publike që menaxhon Agjensoni Pyjor i Kosovës, kuadër të Ministrisë Bujqësisë, Spitalit dhe Zhvillimit Rural, pa kontrata. Inspektimi i ditës së sotme është realizuar konform obligimeve ligjore që kemi, sipas informacioneve të marra se në pronën publike është duke u zhvilluar një veprimtarie pa kontratë, për çka u verifikuar gjatë inspektimit sepse pronari i këtyre objekteve nuk ishte në gjendje të prezantoj asnjë dokument që do të verifikonte se pronari është duke shfrytëzuar në mënyrë legale. Për këtë arsye, kemi vendosur shëritat e dalimit të çfarëdo lloji veprimtarie derisa do të nxirret vendim konform obligimeve ligjore që janë përmasat urgjente, ndërsa është njoftuar pala se ka të drejtë ankimore, ashtu siç kanë gjitha subjektet tjera në të Republikën e Kosovës. Inspektoriati qendror do të vazhdoj edhe më tutje në luftimin e këtyre veprimeve të paligjshme, jo vetëm të uzurpimit të pronave, po ashtu si e kishëm edhe një prononcim të Ministrit të Ministrisë Bujqësisë, edhe sa i përket dëmtimit të pyjeve në prona publike, jo vetëm përmes angazhimit të rojtarëve, të inspektoriatit, po madje edhe të forma më të sofistikuara për luftimin e veprimeve ilegale, siç është përdorimi i droneve. Prandaj, sa i përket kësaj çështje do të kemi tolerancën zero.